Përmes një seance të veçantë në Kuvendin e Shqipërisë u zgjodhën drejtuesit e rinj të legjislaturës së 4 të Parlamentit të Nxënësve. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro përshëndeti seancën, duke kërkuar nga përfaqësuesit e rinj të këtij parlamenti të jenë zë i shqetësimeve, sfidave dhe pritshmërive të bashkëmoshatarëve të tyre të shkollave të Shqipërisë, si dhe të jenë pjesë aktive e reformave në arsim. Kjo pamje sot e sallës, kaq qytetare, është meritë juaja, është meritë mësuesve tuaj, është meritë prindërve tuaj. Por është edhe një model shumë i mirë për ne, se si demokracia mund të funksionojë mbi të drejtën për të respektuar fjalën, për të respektuar mendimin dhe qëndrimin e tjetrit që mund të jetë dhe ndryshe. Kjo është në bazën e garës demokratike. Prandaj dua sot të përshëndes për të njëjtat arsye të gjithë anëtarët e legjislaturës së 3 të Parlamentit të Nxënësve dhe t'i falenderoj me zemër për punën, modelin, përpjekjet për të qenë një zë dhe mbështetje për bashkëmoshatarët në të gjitha komunitetet, qytetet, fshatrat e gjithë Shqipërisë. Si dhe të mirëpresim legjislaturën e 4 të këtij parlamenti kaq të veçantë, jo vetëm si një kalim formal mandatesh, se ka një emocion të veçantë edhe kur e lë atë karrige, por ka një emocion të veçantë kur shikon që tradita e bukur vazhdon. Kumbaro tha nga ana tjetër se shkolla tashmë nuk është vetëm institucioni ku bëhet mësim, merren detyra shtëpie dhe jepen provime, por një hapësirë ku nxënësit zhvillojnë talentet, kreativitetin, aftësinë dhe socializohen. Paralel me përmirësimin e cilësisë në mësimdhënie, po kujdesemi që në shkolla të ketë hapësira më gjithëpërfshirëse, që krijon mundësi, promovon dhe mbështet talentet tuaja. Shkolla nuk është vetëm detyrë, shkolla duhet të jetë dhe kënaqësi, shkolla duhet të jetë dhe zbavitje. Një nga momentet më të bukura është kur dëgjojnë nxënësit që kur mbarojnë pushimet e verës thonë, në fakt na ka marrë malli për shokët, na ka marrë malli për klasën, na ka marrë malli për mësuesit. Sigurisht nuk thot njëri na ka marrë malli për provimet, dihet, po ato vijnë mbrapa, si një pjesë e rëndësishme e dijes. Edhe prandaj dijen, programin e shoqërojmë gjithmonë më shumë me aktivitete jashtëshkollore. Për herë të parë, kush është gjimnazist këtu e di shumë mirë, po organizojmë festivalin e shkencës, që shikoj që ka krijuar një vorbull shumë të bukur energjie pozitive, ku praktikisht jeni të lirë të lëshoni gjithë idetë tuaja. Me klasat e nënza jemi duke organizuar dhe jemi në fazat e fundit të konkursit kombëtar të gjuhës shqipe. E pra të gjitha këto janë ajo pjesa që kombinon dijen me kënaqësinë, se po nuk pati shkolla dhe kënaqësi. Pastaj nuk është aq e këndshme, nuk shkojmë më me qef. Prandaj gjithë rëndësia dhe gjithë aftësia juaj e mësuesve e jona është të kombinojmë dijen me kënaqësinë, emocionin me mendimin kritik. Këtë seancë e përshëndeti edhe kryetari i Kuvendit Niko Peleshi. Nuk mund të kishte një aktivitet tjetër më të bukur edhe më kuptim plot se sa ky për t'i vënë në dispozicion sallën e Kuvendit. Demokracia është mentalitet, është kulturë, edhe si e tillë duhet kultivuar. Demokracia është respekt për tjetrin, qoftë ai në shumicë apo në pakicë, edhe respektim i vullnetit shumicës edhe kur ai nuk të pëlqen, apo ti vetë përfaqëson pakicën. Demokracia është edhe orë të gjata pune, gjithsesi në çdo rast e nesërmja do të jetë më e bukur, për Shqipërinë do të jetë europiane dhe ju jeni europianët e parë shqiptar të këtij shekulli. Parlamenti i Nxënësve të Shqipërisë është organi përfaqësues i qeverive të nxënësve në nivel kombëtar, me qëllim forcimin e pjesëmarrjes aktive të qeverisë së nxënësve të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të Shqipërisë në proceset e vendimarrjes dhe në rritjen e cilësisë së procesit arsimor.